qysh munen me konë artistat kaq njerëz egoista, manipulus. Unë ka pas kohë që i kom thonë veti çka jam të bu këtë. Kjo është arsyeja që unë ndoshta vazhdoj mos me pas menaxher. Unë për vete jam vet menaxhere, vet moshkull, vet femën, vet këngëtare, nuk e kam me të bleme po me të leme. Si ti them unë shokëve të mi, si ta ndalun lotin tim, dua sonte me të pas pranë, me të marrë gji. Bota artistike, ojme me thonë që është bota ma e pështjellë të mundshme si me të mirët edhe me të këqijat e sajna. Do më thonë, unë jam befasu shpesh herë, qysh munen me konë artistat kaq njerëz, s'po du me thonë të këqi, po egoista, manipulus. Unë ka pas kohë që i kom thonë veti çka jam të bu këtë. Me thonë shumë drejte. Edhe e di që shumë artiste, se po folje për gjinin femërore, nuk po them që edhe gjinia mashkullore kanë kalu periudha ndoshta të këqija, po jo sa femnat. Pse po e thu për femnat? Pse që kjo botë është, ose që kjo pjesë artistike, të kënga, muzika, pse është më e vështirë për gjinin femërore? Se njerëzit që kam pushtet në këtë profesion, i këshyrin ma shumë përfitimet e veta ndoshta, se sa vlerësimin tënë si artiste. Edhe sa e ke vrejt vetën që ke has me na e qasi pozicionin e erë? Kom hasë çdo dytin hap. Çdo dytin hap. Sa ka ndiku kjo të te? Edhe kjo është arsyeja që unë ndoshta vazhdoj mos me pas menaxher, domethënë kam bashkëpunëtor, po kur ka ardhur pjesa e menaxhimi, e kom dashur më shumë jetën tem se sa jetën e dikujt tjetër. Çka ka qenë diçka që të ka shty me marrë këtë vendim, nëse muna me çut kështu? Çka ju ka kërkuar nashta qendresës në një farë forme që të ka shty që mos me pas menaxher, me vetë funksionu me një farë forme? Nga janë do gjana që nëse i fol me një televizion ose i thu publikisht ti më paraqyku shumë. Kështu që unë ta cika edhe më herët para se me hi në intervistë, unë e urrej veç me u duk viktim. Se jo, nuk jam viktim, përkundrazi secila femën që përballohet me gjana të tilla është më e fortë se shumë çka. Po që është pak botë e papërshkrueshme. Sa ka qenë e vështirë pra për ty si femën me arrit vetë, të e pas parasysh që... Normal që është e vështirë, se në moment që nëse nuk ki këra, me thonë, unë për vete jam vetë menaxhere, vetë moshkull, vetë femën, vetë këngëtare, vetë është përgjithësi këtë ndryshe. Edhe normal që nuk mundesh me ndu këfilt në asnjënën, se e ki veç një përgjithësi është pak më ndryshe. Po në moment që e ki krejt karrierën tonë në dorë, është ngarkesa më e madhe dhe normal mundesh mos më konë 100% vetvetja. Sa ka ndiku kjo që nështë me një moment ke thonë po hjeku dorë krejt për kësaj? Po, në kom pas shpesh këto mendime. Derisa që qysh me thonë, nuk ta ka shpirtin ngrosht kërkosh me thonë kështu pak ma popullore. Risku është i jami, publiku nuk ta merr kërkosh, njerëz që të simpatizojnë kanë edhe më të përkra. Kaq. Ku shikon dikush që të ka përkra për mas shumë, si që të ka bu ty me thonë, jo, pavarësisht gjithë shkafit, unë s'jem ka du me lënë, jem ka du me vazhdu se unë e du muzike. Familja patjetër, familja. Sa i kanë ditë këto, për shembull babi, vlla, nana, këto që për një mena ke pas në një moment që s'ke dash nashta më ju tregu për shkak që jo munden me u ndiku, munden me u ndikesh. Po, unë e ceka që vllahun e kam instrumentist edhe domethënë kur kam e performu live jam non-stop me ta. Edhe kam shok, kam shoqe, më thonë që e kam pik dub vllavin e madh. Me të po i kom fol shpesh herë gjanat, edhe ai ma ka jep ndoshta vullnetin më të madh që sot jam hala tu marr me muzikë. Edhe është diçka që nuk e kam me të bleme, po me të leme, se jena brez pas brezi, jena muzikante, edhe nëse nuk e bëj për punë, kam e bëj thjesht për çift temin se më plotson shpirtnesht. Nuk është që e bëj muzikën veç për me përfitu. Kështu që po më duket ka shku gat pa knu, a pe knojna një këngë? E knojna. Hajde. Në vetë mi këndoj nga halli, shumë për ty mojnë ka marmali, në këtë mbrëmje për plot mal e mërzi. Si ti them unë shokëve të mi, si ta ndalun lotin tim, dua sonte me të pas pranë, me të marrë gji.
Ditët tona kur kujtohen, si flet zemra më shpaloset, në gjumtrën dua të bi, të jem me ty. Piraki e këndoj për ty, tim duhoni, dhimbjet po i shkrium se dehem, të gjithë e din, tash e din se më mungon ti.